Se ndalin kralat as sultanët. Haradinaj në mbështetje të studentëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë Veriut, gjuha shqipe është e këtij trualli. Ramush Haradinaj ka dalë në mbështetje të plotë të protestës së studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, aty ku e radhës është njoftuar dita e sotme. Në një reagim në rrjetet sociale, Haradinaj shkruan se gjuha shqipe në Republikën e Maqedonisë Veriut nuk është opsionale, por është gjuhë autoktone. Gjuha shqipe në Maqedoninë e Veriut nuk është opsionale, është gjuhë autoktone, gjuhë e këtij trualli që nuk kanë mundur ta ndalin as kralat e as sultanët. Ajo ka mbjetuar brez pas brezi në familje, në shkolla, në këngë e sakrifica. Shqipja është e garantuar me kushtetut dhe me të drejtën e patjetërsueshme të çdo shqiptari për të folur shqip në vendin e vet, për të studiuar shqip, për të shkruar, menduar dhe për të marrë frymë shqip pa frikë dhe pa kompromis. Studentët shqiptarë sot nuk po kërkojnë privilegje, po kërkojnë dinjitet, barazi dhe respekt për identitetin e tyre. Me zemër, me shpirt dhe me krenari, jam me ju. Sot, student shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Zëri juaj është zëri çdo shqiptari që nuk pranon të hesht përballë padrejtësisë, shkruan Haradinaj.